10 gjëra që mund të bësh falas në Barcelonë pa kokër leku. Shëtit në La Ramba, rrugën më të famshme të qytetit, me tregje dhe artistët e rrugës që luajnë muzikë apo shesin gjëra të ndryshme. 1. Vizito Barrio Gótico, lagja gotike me rrugica të ngushta dhe ndërtesa historike në Barcelonë. 3. Shiko katedralin e Barcelonës. Hyrja është me pagesë, po të shikoje nga jashtë është më i bukur nga jashtë se sa nga brenda. Them vërtetën, është fotogjenik. 4. Rikte Passeig de Garcia, që i ka bërë Antonio Gaudí, ai tipi që ka bërë dhe Sagrada Familia, e ka bërë ca gjëra tjera atje, Casa Batlló, La Pedrera, nga jashtë ato të gjitha, janë super. Mos harro të vesh në Plaza Real, që është një vend shumë i bukur me arkitekturë, u bën 5, dhe në Barceloneta, që është një plazh atje afër, 6. 7 plasat e ndryshme, Plaza de Spanja, Plaza Catalunya, ca vende qendra sheshesh që janë shumë të bukura dhe kanë shumë gjëra për të parë, edhe po dalësh një xhiro pa kokër leku në xhep. Pullumba shumë kanë. Park Güell, pjesa më e madhe është falas dhe mund vesh bësh fotografi, bësh çfarë duash ti, është një mrekulli. 9. sekret është perëndimi në Bunkers de Carmel, është një pamje fantastike, po duhet vesh në darkë para perëndimit. Edhe 10 janë tregjet e hapura si Mercat de Sant Josep de la Boqueria. Super vend, edhe është pazar. 10 tham, po e 11 është varet nga sezoni dhe nga ditët, ka shumë ditë të ndryshme në Barcelona, festa të ndryshme që i bëjnë nëpër lagje apo nëpër vende të ndryshme, apo dhe evente kulturore apo dhe muzike që i bëjnë live në mes të qytetit. Kurdo që të vesh, Barcelona është një nga vendet më të bukur në botë, mos më pyet pse ka marr edhe divanin e kam nxjerr jashtë për çefin tim, se ka dalë dielli, nga që vetë do të sot Barcelonë, nëse do të vesh dhe ti, shkruaj tani një mesazh tek 10 euro travel, sa veta jeni, në cilën datë do veni, sa ditë do rrini dhe nëse doni apo jo hotel, sepse kemi një hotel që është shumë i mirë në cilësi dhe çmim. Shkruani tani te 10 euro travel për në Barcelonë.